dhënia e zakatit është lartësim. Ata që japin zakatin nuk poshtrohen, nuk minusohen, pra nuk paksohet pasuria në dhënie e zakatit. Ajo vetëm se shtohet. Prandaj është obligim, është urdhër hyjnor që tha Allahu në Kur'an, wa aqimu salat wa itau zakat. Tha falë namazin, jepni zakatin. Dhe ishte në mënyrë urdhërore, erdhi pra kjo fjali në mënyrë urdhërore për me dhënë zakatin. Për format e zakatit, për dhënien e zakatit ka shumë libra, ka shumë studime në Google search, nëse keni më shikuar shumë mbi rëndësinë e zakatit, kush obligohet me zakat, kush nuk obligohet me zakat, e kështu me radhë. Prandaj, nëse hin për shembull e shikon, ai që obligohet me zakat është ai që ka pasuri, ka mundësi, ka mirëqenie me dhënë zakatin, dhe zakati cila është esenca e zakatit, me ndalu luftrat, me ndalu krimet, me ndalu do thon poshtrimin e shtresave të caktuara, po me kriju një mirëqenie të përgjithshme. Pse ndodhin vjedhjet, plaçkitjet, problemet ndodhin si shkak se njerëzit në botë nuk e japin zakatin. Njerëzit në botë nuk e japin zakatin. Po ta jepnin zakatin vetëm një grup pasunikësh botëror, nuk do të ekzistonte më varfëria në planetin Tokë.